Ky emision mundësohet nga Përshëndetje, Si e? A e mirë, faleminderit edhe juve për ftesën që më Faleminderit për bëhet. kohën. Unë të njoh nëpërmjet mediumeve edhe rrjeteve sociale para 3 vjetëve, edhe pastaj të njoftën krejt bota para 2 vjet e gjys, në lidhje me atë që u bën e global. Me dokumentarin e Netflixit, tregom thjesht si erdhi Netflixi deri te dyqani i një shqiptari Pizherodiani. Si erdhi? Faleminderit. Si ke ajo organizim? Organizimi ishte produkcioni ose platforma digitale e Netflixit. Boni siri para 3 muajve atë bon anketën, si anketë për kërkimin e lokaleve në Split që merren me ushqimin, që janë më të nevojshëm edhe më i kërkuar. Çka han turistët edhe vendasët. Edhe babon tregon thash në fillim mendova thash Netflixi thash kjo do të thotë se kjo është një platformë digitale, nuk njëherë nuk vinte. A mendove njëherë se o shaka? Si shaka mendova edhe drejt e tregoj thash djalit e thash kështu tha se për dal Netflix do të thotë se kjo është një marketing ose reklam shumë kushton se i shopi Amerikën tha ti nuk e din tha bleftën e Netflixit tha sa do thotë. Edhe ta lan banësh, edhe ato ban i rregullon ato gjoja çka ban dokumentari zgjati afër 3 ditë rend ka pas incizime, i ban edhe ban buj puna më ka hip mbaj 100%. Bureki është bën famë edhe për herë të parë burekin ka hinë edhe në atë brendin botëror, ku janë sandviçat, janë pizzat, janë ushqime tjera, fotxhi, janë me gjimiren me... Aman, ti e kishti burekin në top listën e ushqimit. Ushqimit brend botëror, thash me rangin e ushqimeve tjera, edhe jam faleminderues të Netflixit, veçanërisht artistit të njohur Phil Rosenthal, cili është me të vërtet bisedum, ish njeri thjesht, nuk ishte komplekse, ajo, që kjo është puna krejt, edhe ajo është çka do të thotë se puna e Netflixit më unë banin popullor. Klientët për kuj ke tash mbas Netflixit? Klientët i kemi në këtë llojet e klientëve, kemi këtë botës, se Netflixi është platformë digitale që ka shihet, për shembull, edhe në Amerikë, tudi Amerikat, edhe në Kinë, edhe në Evropë, krejt, edhe janë shumë klientë vinë, TripAdvisor ose në Google, i shohën, e thët, a ka qenë Fili këtu? Po, edhe me, a i nuk dhe hajë, më thët, gjemi 2 burek, gjemi 3 burek, edhe dhe bon foto, se kam 2 foto në të qanë, edhe ka bo famë botërore, jam shumë krenar, edhe me kualitet, me punë, Kretë njëri arrit. Nuk nga vlejti, 3 ditë incizimi nga vlej për 10 vjet e ardhshme. Ketë, sot e kësaj dite kemi imi top, në topin e ushqimeve botërore, thash edhe një mos bureki është brend botëror, apo faleminderimit punës tonë që ka kemi. Ti gjenerata e? Unë jam gjenerata e 4. Mashallah. Në më dhënë, Gjishi, baba ime kam gjallë, dhe tashti kom ardhë kujdesem se ndrohën me vlaun, kam vlaun Hasanin. Ndrohëna, qashtu ka një muj e gjisë, kisha qirë vise. është pa qef. Pa qef, ashtu e kemi jemi të lidhët shumë me prindën, me babën, se faleminderes babës dhe së gjishit i kemi këtë kokë që kja kemi mbrejit. Në tash, unë sa kemi bisedu para, ju vazhdon, në më thonë gjenerata e fëmijëve tuaj, vazhdon merret me biznes. Edhe është strikt biznes familjar. Biznes familjar, jemi të 10 punëson. Unë edhe njëherë kur jam, si thonë ato joker, kur duhet diçka unë ndihmoj, ato e kanë fut sistem. Gjali im me di djemt e vllaut. I kemi edhe nuset e djemve, edhe ato janë, i kanë marrë për kujdes, biznes familjar, edhe kemi suksese, shumë suksese kemi edhe jemi rahat kur i ke familjes biznes.
Se sot është forca punëtore, është shumë problem është me marë, për shembull, ke punëtor nga jashtë, vinë pi Bangladeshi, pi Singapuri, pi... Amon puna më jep kënaqësi se kam punë biznes familjar. Mendon se do më të qeli pak të të nguci, ti je qesh 13. Po, Ku duhet, ndim ti e bon? po, tash si letra ka i Gjokeri, duhet këtu në hi, aty edhe çajo është. Edhe vllaun e kam të shtusion, edhe ai unë jam më shumë për marketing, jam për Kjo punë e përvojës. punë përvojës, jam ai u mandrishi ka edhe janë ai ka në tjera që është me të vërtet. Jemi lidhet. Organizative. Po. Njeni pa qeti nuk mundet. Unë vetë në këshari kë sukses. Ju jeni Asni- plotësues, njëni me tjetër. Po. Ne që unë jam këtu tash në Zhërevjan jam pushim, ai është atje. Edhe ndrohen edhe këti kemi në kontroll, puna e shif, ka punë rëndë është, ka sakrifica, ki punë e Po dhe përgjithësi ke. Përgjithësi se ke. po fjalë me ushqim. ja bot fjalë me ushqim, do të jesh për shembull ushqimi është do të jetë pastër, do të jetë kvalitet, do të ketë cilësi. Ne kemi vetëm lokal çka ka 10 lloje burekish ke burek me mish, me gjis, me spanak, me patate, me mish, me patate, me mish pule, me moll, me kret. Aha, ti burek këto? Po, hajde unë këtu burek, këtu ka Edhe dhe si e vlerëson? po mirë be edhe këtu, shif, nënë e bureku këtu është në Maqedoni, është, kjo Tetova dhe Gustivari, Pollogu është, Po, ushqen ju ishi Jugosllavi. ke ishi Jugosllavinë dhe është i njohur, ke për shembull në Bosnjë shqiptare, ka Serbia, ke edhe në Kroaci, edhe këtu. Po këtu këtu kur fillon puna të shkon mirë, Atëherë e ndrojnë esencat, janë dalë atë, a kene e kundërta, gjithmonë e kemi pasat. Çajo Ja është, zvoglojnë mishin, ne pa. bëja zvoglojnë Pa mishin, shumë qep, i kun pa fut pak pak gjizë, ja qes gjizë është shumë i kun fut. Në reje, mos e qit, çajo është punë në krejt. A mendon se kjo është për shkak të mentalitetit? Se problemi është njerëzit edhe kur kanë punë shumë edhe s'din ta mbajnë. Çfarë të ndodh? Pa tash unë çatë para të sjarova të ceka, se kur fillon puna, fillon puna këtu, edhe janë dalën esencën, janë dalën materialin, nuk i hull sa duhet, ose bon shere, i bon shere punës vete. Po. Ne qatë punë që e kemi në Kroacia për 50 vjetë, qatë esenca që kënë qenë atërë, se kemi pas fillim probleme me mjeshtrat. Shim punu në vendet tjera, vishin këne, qka që, o zotri, une jam këtu, të du më dëbush me sistemin tonë, se ne kemi sistemin esenca, sa duhet i futin burekit, për shembull, sa shkon, një tepsi shkon, Sipas qka që vaj, programit. qka që gjith, qka që mish, kretë me normativa si duhet, jo, Ty personalisht, ma mirë të vinë këto a atje të rish? Se kjo pyetje e krejt shqiptarëve. Po, Ma merë këto a atje? për të si të tëmë une, këtu kemi lind, une i qyteti Splitit është shumë i bukur krejt, ama vendlingjat, ki ploni i Zhërevjanit, kjo vendingjat gjithmonë t'hek. Po, nuk Une, plotëson. si mjetë e pata rastin me shokët 20 vjetorin e maturës, Po, me ish kënaqësi e madhe, Po. bas 20 vjetëve, 40 vjetëve u taku me shokët si nuk ishim pa, bam, shumë mirë organizum, u knaqëm, kish njerëz që nuk i kishë pa 20 vjetë, edhe bam aty a ishin shëndasha mirë? ketë shëndosh mirë, krejt, nuk ishin krejt mungojshin, ama afër 23-4 ishim krejt bashkë, ishte edhe profesori i nderuar Gajo Regjepi, pedagog në gjimnas, ishim krejt shumë mirë kalum, 5 minuta kalum sa 5 orë si 5 minuta, aq kënaqësit madhe, edhe tash shkruajmë tash, ma shumë jemi aktiv. Inshallah dhe bëjmë edhe 50 vjetorin. Inshallah keni jetë gjatë gjithë ajo gjenerat, se ju jeni gjenerata e të hekurave, Po. keni hek shumë. Për ndryshe, kam lind në Zhërevjan, Po. shkolla Qatë fillore. të pjesë backgroundi, ku ke nisë, dhe më thonë çdo gjo tregoma, deri në Split. Deri në Split. Shkollën fillore e kom baru në Zhërevjan, Okej, gjimnazin 2 vjet i kom bo në Bogovejn, okej. bas 2 vjetëve në Tetov, kishim grupi pedagogjik për pedagog, Për dhënësim. për dhënësim, edhe atje i bom 2 vjet, bas i mbaruam gjimnazin, 86-in, i shkova në ushtri në Barova, kur erdhe para u regjistrova në Prishtinë, fakultetin filologjik, dega historisë. Mirë nisa, krejt mirë nisa, 3 muaj, shumë mirë, edhe disa provime i dhash,
Por në atë kohë, 89, 87, 88, mbaj si mbarova ushtrinë, në Kosovë nisën trazirat shumë, ora policore, andej, ajo më detyroi që unë t'i la, t'i kthehem, nisi për biznesin për Split, mandej edhe në Shqipëri kemi punu. U bashkove me prindin. U bashkova me prindin, i përveshëm krahën, tash mu për fakultetin, për gjajat. Kjo është rruga jeme, mendojsha Shqipëri, ta vazhdoj, ama njo, si bona vita, se një bojsh, edhe biznesin, edhe fakultetin se një bojsh, o një bone si duhet, ose një muslimon, se ka shumë vetë, e zgjedhin edhe atë këtë, u lidha për biznesin suksese me kemi, falimender mingjëllarve, babës, që nga kanë me të vërtet, nga kanë uzu, gjë këto sukseset që kemi sot. Po, pa tjetër, je faleminderues. Edhe pastaj vazhdova atje, nise e more punën. E mora punën, pat përgjegjësi të madhe, fillova me punën, ju përkushtova punës, se edhe gjallit sot, kur gjallim ka bo fakultet, edhe të vlezrive, njëri ka drejtësin, qetri anglishtën, ekonomikën, ju thash, nëse mendoni shkoni shkollë, vazhdoni shkollë, nëse mendoni vini këtu, a më do që ja përkushtojsh t'i lidhesh për këtë punë, Jo se baba. Jo, ose dhe bëj shu si duhet, ose mos e një siq, jo, atë babi tha, kemi vendosë këshu, tha, edhe super, tha, edhe suksese, unë jam i kënaqet, punën e kemi që jam këtu shtëpi, ato gjë funksionon ma mirë se unë me qenë atje, edhe jam faleminderues, tash unë e biznesin e kemi familjar, jam me vllaun Hasanin bashkë, kemi me atë, edhe ajo është e shumë, ndrohen, e kështu se kemi babën ka smundjen e Parkinsit, kemi kujdes për atë, jemi ashtu, kemi ko, vim ndrohen që ashtu ka një muj, kemi një muj e gjishtë që ashtu si bin rasti, edhe që ajo. Zoti o letësoft, tregom, prej prizmit atje tash, pse bizneset e Maqedonisë stagnojnë? Pse nuk ka zhvillim të hofshëm si e keni zhvillimin ju atje? Foli për bizneset, jo për ju personalisht. Për shif, biznesin Kroaci është më i organizuar, është ma sisteme, në është Bashkimi Evropian. Po. Edhe Bashkimi Evropian, Kroacia është në 2010 u fut në Evropë. Para Slovenia më ndër Kroacia, edhe ka sistem më ndryshe, janë, e di gjajat funksionojnë më ndryshe. Këtu në Maqedoni nuk është si në Kroaci, edhe është pak ma letë, këtu është pak ma lënë, edhe duhet sakrificë, duhet punë, duhet pa punë nuk krijet, këtë gjajat që ka punë, edhe atje më ndryshe, je sistem, e di gjajat duhet, këtë shkujnë si duhet, jo, dhe boj kështu, dhe boj ashtu, ja, atje e ndryshë, Kroacia si vend evropian, dhe është me turizm, është hinda të rangin e Spanjës, Italijës, se Spliti është qytet me famë. A të regom, a ke mendu në njerë të kishe ndajt Maqedoni, çka të bësh? Po shif, edhe këtu të shindit Maqedoni, këtë sukses që kam atje nuk do ta kesha. Unë nuk do tash për buzit e njëse, edhe këtu njerëzit kemë bo lek, punojnë me gastronomi. Amon, produksioni Netflixit ose diçka tjetër të vijen në Maqedoni nuk mund, ose dhe vije, ose nuk vije, se duhet... Mund do dhe të vijen në kalim, thi? Në kalim... Ta përmendjet, çka? Jo, edhe këtu thash, nuk ka njerëz që punojnë me sakrifica, ka që punojnë krejt, amon ma ndryshe është, ajo është ma ndryshe, se edhe këtu ka sukses, edhe këtu shumë njerëz punojnë, mos i përmendi se ka edhe këtu bëjnë, po ajo është ma ndryshe se është Bashkimi Evropian, është ma sistemum, ma organizativ, ma gjajat shkojnë ma ndryshe, shkojnë se sa këtu. A ke në një mesazh për të rritë, du më thamë për mu, unë me moshë, ti e se ma tregove moshë e djallit, në vendin e babas, me moshë. A ke edhe një mesazh për të rritë? Shif, duke unë esër nga unë? Besimi nuk do të hupet asnjëherë. Gjithmonë besimi me ndonë. Besimin duhet ta kesh me vete. Çfarë do punë të bësh, nuk do të thosh a dhe boj, a se boj, edhe atë çka e memre mend. Kjo fjalë po përdo një jetin, nëse ketë mirë, edhe ajo të dalësh. Do të punojsh me sakrificë, do të punojsh me djersë, do të punojsh drejt, do të punojsh si duhet.
do kesh sukses. Se kur shkojsh atë besimin nuk do ta hupish asnjëherë. Po, tregom, nëse një i ri vejmë prej Maqedonie, a do e kishte rënë tash gjendjet më biznes atje? Shif, është pak në fillim do të jetë shumë rëndë. Në fillim rëndë se te jeta ndryshe është e Kroacisë, ndryshe është vendet dallojnë, ndryshe nuk mund ti më njëherë ta mund ta kapish varet edhe ti se nuk ka shumë se fillimi njerë do të jetë rëndë, se ne jemi tash shumë afër 70 vjet, 50 vjet jemi sprit, kemi qenë edhe në vende tjera, kemi qenë edhe kemi përvojë pune, kemi përvojë se tash ti të marrësh me biznes, shkojsh në Kroaci, atë faza e parë, faza e fillestare, rëndë, amon me punë, me angazhime, me gjë e mbresh çdo gjë. Arrihet normal. Jo, nuk do ta hupish besimin asnjëherë nuk do ta hupish besimin. A do që kthehet edhe në Maqedoni për tjetu? Po. Si jo, në Maqedoni unë gjithmonë thash, unë fshatin tim Zhirëvianin Jo, gjithmonë. mendoj biznesin valosh fëmijëve, ju haleni. Shif, është edhe këtu është mirë, për këtu është problem forca punëtore. Kemi ne planet, kemi projekte shumë, amon është forca punëtore. Shumë problem. Është këtu forca punëtore. Edhe atje në Kroaci, amon këtu është më problemi i madh. Ne mund të kemi qejf gjithmonë investime të bëjmë, pse mos bëjmë? Kur mund në Kroaci, mund edhe këtu të bësh. Po. Se kemi edhe ekonomikisht i kemi, edhe gjojat i kemi, amor problem është forca punëtore. Shumë është tash kohë shumë i keqe, është për forcën punëtore që në Kroacia, dhe Kroacia është në Kroaci mas pak ke 5-6.000, 7.000 vinë nga India, Bangladeshi, nga Singapuri, në vendet e Azijës, ose vendet ke edhe pri Maqedonie, mos i përmendim këtu që vinë, që edhe këtu ka problem, ato që kanë qenë në atë pjesën verore, se në Kroaci shqiptarët njëjtën ka shumë gjë janë me mirën, edhe kanë bizneset mira. Do të ta ceki se shqiptarët në Kroaci kanë bërë bujt madhe, dash me restorane, dash me akullore, dash me bireqin, dash me bure, me qebape. Janë me të vërtet janë top lokalet i kanë në Kroaci top edhe janë me të vërtet kanë bërë suksese, ama me djersë, me sakrifica, me mendimet. Në vetur organizojmë këtë emision. Tregom si vozitet atje? Atje vozitet atje janë Rregulla strikte. strikte edhe da safety gjë është që gjë kanë bërë. Safe City, po. Safe City edhe Split i ke, këtë i ke para 5 vjet vi ke. Shumë gjoja na vinë. Maqedoni mbas. Jo, vinë ato këto në Kroaci kanë qenë para 5 vjet e 6, edhe këtu nuk duhet që ajo shumë mirë të ketë rregullsi. Po dikush të pse i bëjnë ka shqiptarët, nuk i bëjnë ke jo më rregull ke ma pak aksidente të ketë. Ma ashtu. I vjen si me i shqiptarët më shumë. Po jo, ashtu dikush e mendon, ama ajo rregullsi është, do se shumë ka pas tu pak si me thënë si rregullsia, Zvicra nuk sa është nuk është sistemin e ka çashtu Zvicra, se çaj popull kur vin këtu në Maqedoni, çaj është, këtu bojnë më ndryshe atje janë ose në Kroaci. Në Kroaci ke si thon, unë shpesh ditra herë kum paguaj kështu gjoba si kum pa kur ka ardh filan vendi ke kalu shpejt, me një të vina, jo, ose ke hin kufi, fut do të ju jeni këtu. Po dhe paguaj. Po jo be, kri puna dhe çajo është. Do të rëndani shumë faleminderit për kohën. Ishte kënaqësi. Edhe juve falënderes për respektin, falënderes shumë, falënderes. Suksesi inshallah trefishohi, çka do të thonë. Falënderes edhe një herë. Ky emision mundësohet nga